në Partinë Demokratike asnjë. Do të kërcas pushka dhe në selit, ta i duhet me i pyet. Ta kanë marrë lek nga Belinda Balluku edhe djathtët edhe të majtët. Nëse PS i jep 100 euro për vot, Partia Demokratike duhet bëje çdo qytetar që ti marrë 100 euro në PS-s dhe të votojë PD-n. Ju që thatë për ndërkombëtarët. Unë nuk e qenë ndërkombëtar zotin Gonzato, i cili kërkon të na fusë në shkollat tona agjentën e LGBT-s. Do të kërcas pushka. Tani, zoti Berisha, mirë se erdhët në Durrës. Kam dash me u thënë mirë se erdhët mirë ditë, po kur ju në mirë ditë keni qenë, unë kam qenë jashtë Republikës. Unë jam Fatjon Beci, infermier, punë në Gjermani. Këtu mrapa kemi një shkollë, edhe quhet shkolla Dom Nikol Kaçori. Dhe Dom Nikol Kaçori ka thënë një shprehje, po them për protestat. Në qoftë për nesër, desim sot. Kështu që sot o kur ta bëjmë Shqipnin. Së shpejti do t'i vendos Partisë Demokratike dega Durrës dhe dega Mirdit, do t'i vendos një listë të platformës aktivisti ku janë të gjithë patronazhistat në çdo institucion shtetëror. Dhe t'i publikoni. Atëherë kam ca sugjerime që do t'i bëj shkurt, shpresoj t'i merrni parasysh. Ndoshta dikujt mund të mos i vjeri mirë, po unë jam emigrant edhe më ka këtu. Tani, mirat mirave që Partia Demokratike duhet përfaqësohet edhe nga diaspora. Nga njerëz të cilët në diaspor janë vërtet demokrat. Janë njerëz të cilët punojnë për Partinë Demokratike, për adheun, për Shqipërinë dhe jo për xhepat e tyre. Një kritike kam për zotin Bylykbashi edhe për të tjerët. Në Berlin Brandenburg, unë jetoj aty, ka sa du shqiptar, të cilët më kanë kërkuar që të vijë një përfaqësues i Partisë Demokratike. Dhe ata më thonë, pse duhet votoj unë për Partinë Demokratike, kur në Partinë Demokratike nuk vjen askush në Berlin, dhe në Partinë Demokratike ka shumë deputet të cilët janë në listat mbyllura që mund të kenë dhe shumë vite. Tani, kjo e para është e diasporës, them kush duhet bërë diferencimi mes PD-s dhe PS-s. Nëse PS jep 100 euro për vot, Partia Demokratike duhet bëje çdo qytetar që ti marrë 100 euro në PS-s dhe të votojë PD-n. Te po t'jeti zot. Atëherë, përsa i përket listave, listat e mbyllura duhet mos ekzistojnë. Ose ke listat e mbyllura vendos persona 3 dhe të vjetrit të dalin në listat hapura, ose deputetët e listës mbyllur tani në protest futin grevuri në parlament. Sugjerimi tjetër. Soros në Partinë Demokratike asnjë. Soros, fondacioni Soros, askush do t'jetë në Partinë Demokratike. Pse do t'ua them unë? Ngjova zotin Bylykbashi edhe ju që thatë për ndërkombëtarët. Unë nuk e qenë ndërkombëtar zotin Gonzato, i cili kërkon të na fusë në shkollat tona agjentën e LGBT-s. Dhe këta personat e Sorosit e ngrejnë sepse unë jetoj në Gjermani dhe e di se si është. Tani hapja Partisë Demokratike, si që tha dhe zotria. Hape një Partinë Demokratike me njerëz që kanë vlera konservatore. Doktoresh Eda Arizi, për shembull, po e them një, dhe mund të them avokat Altin Goxhen edhe të tjerë. Keni sa të dush njerëz që janë konservatorë, që duan adheun, familjen, kombin. Sepse kjo gjë po bëhet. Tani do të bëj një denoncim që kam dash ta bëj në zonën e Mirditës. Do t'ju kërkoj ndjes gjithëve, 30% e banorëve këtu janë mirditorë, por do t'ju kërkoj falje vetëm 2 minuta. I kam thënë Partisë Demokratike dhe ke Mirdit, ke deputetet e Qarkut Lezhë, asnjë s'ka reagu. Kanë 3 kriminal në komisariat në policisë Mirdit. Dhe nga ky denoncim, unë jam shpall 2 herë në kërkim nga policia e shtetit, dhe mbase, mas kësaj foltoreje, o policin do ta kem ke shtëpia, ose i breshëri plumbash nga shefat atyre. Arben Marku, shefi komisariat i policisë Mirdit,
ka dhunuar në mënyrë sistematike në Spaq, minatorët e Spaqit. Asnjë Partisë Demokratike Dega Mirdit, as kryetari tjetër, për kryetarin e ri se di, nuk ka denoncuar asgjë, as protest asgjë. Prenka Qorri, daja i Admir Kadelit, deputetit Lezhës, falsifikator dhe dekonspirus i aksoneve të drogës për llogarit bandave në Mirdit. Sot është oficer policie në Rubik, nuk hiqet, ka përndjek demokratët. Dhe Leshman Reja është person i Linita Nikollës që është bashkëpunëtor me këto zotrit. Ja kam qu prokuroris, ja kam qu AMP-s, nuk kanë reagu. Ja kam qu Partisë Demokratike Dega Mirdit, të vjetrëve nuk kanë reagu. Gjingjoni po, më ka prit. Ja kam qu Eldar Hotit, do t'ja qy dhe Kastriot Sakës. Sa kam denoncu unë tu, nuk besoj se ka denoncu askush tjetër. Kështu që zoti Berisha, dua t'ju them vetëm këtë gjë. Shkundini pak Partinë Demokratike Dega Mirdit se s'janë të punu. Sepse Këshilli Bashkiak, e fundit dhe e mbylla. Këshilli Bashkiak i Bashkisë Mirdit ka votuar në mënyrë kriminale për dhënien në Kaçinar të firmës së nipit të Belinda Ballukut. Ta i duhet me i pyet, ta kanë marrë lek nga Belinda Balluku edhe djathtët dhe të majtët që kanë votuar pra, sepse në Kaçinar po kërcat pushka. Do të kërcas pushka edhe në Selit, sepse do të na vinë njerëzit me na marrë tokat për oligarkët dhe edhe majta, edhe djathta votën pro tyre. Kaq kisha. Shumë faleminderit. Këtu te zonja këtu? Te zonja këtu. Po. Ja, ja, këtu të zonja këtu dhe pastaj do t'ju kthej përgjigje zoti Berisha dhe kalojmë tek pyetjet e tjera. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se erdhe doktor. Në fakt flasim për problemet e shqiptarëve sot është shumë pak. Shqipëri nuk vlerësohet jeta, në Shqipëri nuk vlerësohet shëndeti, nuk vlerësohen përpjekjet, puna, paga, kursimet, asgjë. Por ajo që është më sensitive në këtë moment është që prona në këtë moment nuk ka asnjë vlerë. Mjafton që një njeri me disa para origjina e cilëve nuk dihet, të ndërrojë në darkë për të patur pronën e dikujt, në mëngjes trokasin derë të ajo prona jote zhvillohet diçka për cilën s'ka pyet njeri, s'ka thënë gjë, nuk shpronsojnë etj. Kush janë iniciativat konkrete që Partia Demokratike do të marrë për të rregulluar me ligj dhe për t'i dhënë rëndësi pronës së shqiptarëve? Edhe në 44-ën, kur pronat i merresh njerëzve, nuk i tjetërsoj, vërtet ato ja përdornin, po ngelen në pronësi të tyre. Kurse sot, nga darka në mëngjes, ti mund bish të flerësh si pronar dhe të zgjohesh si njeri në mes të 4 rrugëve. Duhet iniciativë konkrete për të rregulluar me ligj kjo gjë. Faleminderit. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për diskutimet dhe çështjet shumë thelbësore që ngritet në këto diskutime. Ju garantoj se përfaqësimi i zonës Knec, i zonës Durrësi 3, do t'jetë në krye të agjendës sonë. Si përfaqësimi në Këshillin Bashkiak, ashtu dhe përfaqësimi në parlament dhe në çdo instancë tjetër. Dhe kërkesa juaj është plotësisht e ligjshme. Është plotësisht e ligjshme. Ka një dhe ne kemi diskutuar me njëri tjetrin, ne kemi dyshime shumë të forta se këtu ka një projekt të fshehtë që nëpërmjet përmbytjeve t'ja u zhvlerësojnë ju edhe të bëjnë ç'të duan me shtëpitë tuaja. Por ju siguroj se ne do të mbështesim edhe po e ndjekim me çdo hap dhe pa vullnetin tuaj, pa miratimin tuaj, këtu nuk do mund ndodhin ato që don Edi Rama.
i cili e thatë se po dalë të këpyetja e fundit dhe pastaj përkthejmë, i cili trajton sot pronën, ju e keni shumë drejt, ata e mirrin, e konfiskonin, por djej që ja konfiskur. Kjo është e vërteta. Kurse ky, me korporatën e investimeve që ka krijuar, me sistemin e falsifikimit që ka instaluar, ky tjetërson çdo pronë dhe kryeson vetë me kanjonin e GPS. Në të gjithë dokumentat e këtij shteti, kanjoni GPS nuk figuron pronë e asnjë familje në vuno. Kanjoni GPS është një nga 10 kanjonet më të bukura në botë. Sta dim këtu. Dhe i ka vu syrin kanjonit, me atë që ka fut parlament me falsifikatorin, dhe, se po hymë në këte bised, dhe bën sikur, a y ka patur gjyshi ti, e ka patur pronë në një kohë kur gjyshi ti kishte gjithsej 3 dhi, me regjistrim. Me regjistrim. Ishte një nga familjet më të varfra, e njohur, e regjistruar. Dhe bëri xhbëri me arkivin e shtetit, dhe janë aty 220.000 metër katror. Dhe kur i dolin qoftë se kujtohet, ju lutem shumë, kujtojni pak kur thoshte se ku është atje sipër majet malit, a ishte Buzdetit aty, bun Buzdetit, kanjoni. Ky ka futur këte vjedhjen dhe të thatë bukur ju tjetërsim në pronës në mënyrën më të pa imagjinueshme. Dhe është ky strumullari 320.000 metër katror. Plum Gjoka, një kriminel, një trafikant, një vrasës në Velipoj. Duke vrarë hallën e vetë. 320.000 metër katror. Rumi, regjistrat, po kush ja dha Rumit regjistrat? Ato regjistra që i ka marrë Rumi, ato kanë qenë në arkivin e shtetit. Që ta dini ju. E mund vesh që historinë e zonjës Toptani, që erdhe blevi 180.000 metër katror tokë këtu zonja Toptani, në kur i blevi vitin 37 të themja. Dhe pastaj që kaloj, po e gjitha falsifikime të bëra me ndimen dhe mbështetjen e Edi Rams. Ligji që ka bërë është një Elira Kokona, quhet ajo. Ka qenë zënë sekretare e përgjithshme atij mafiosit, Agaçi. Ajo zoti i pronave të shqiptarëve. Dhe çfarë don ajo? Kuj do t'ja marrë tokën, pronën, dhe t'ja tjetërsoj. Në mënyrë absolute. Ne kemi patur probleme, vetëm një gjë të them. Nuk them se s'kishte probleme, por më fal një gjë. Me certifikat ne rikthyem tokë 1 miliard e 570 milion metër katror tokë. Ne krijuam një fond për 70.000 hektar tokë publike për pronarët, për shpërbyer pronarët. Nuk mund të themi se ka tokë që se kthen dot, se është, për shembull, edhe aty ku është Bashkia e Durrësit, me siguri është tokë private, po them unë, po nuk kam, aty ku është kryeministria është tokë private, ja u them unë. Toka ku është trulli i kryeministrit është tokë private, pra me një fjalë, ka toka që nuk i kthen dot, po ato do i kompensosh. Dhe ne krijuam fondin prej 70.000 hektarësh tokë të lakmueshme, tokë
shumë të mirë, me vlerë turistike ose vlerë bujësore, për t'ja u dhanë pronarve. Të gjitha tokë e ka shpërnda tek oligarkët. Komplet. Tani, dy janë kushtet themelore për paqë sociale në të vend. Kompensimi i pronarve dhe i të përndjekurve politikë. Që të dyja. Ne zotohemi se këto do t'jenë përparësi absolute jona. Nuk mund të ketë paqë sociale në të vend pa përmbushur këto detyrime. Dhe ne do i përmbushim ato. Ja u them unë ju, ne do i përmbushim ato. Tani, ju keni vrejtje plotësisht dakord për listat, për të gjitha këto, ju siguroj se ne do japim mundësinë maksimale të përfaqësimit dhe listat e mbyllura nuk do ekzistojnë. Në vullnetin tonë dhe në dëshirën tonë. Ke shtruar me shumë të drejtë problemin e diasporës. Ta them unë ty, ku është Partia Demokratike sot me këtë problem? Është si njeriu që gjysmën e trupit e ka të paralizuar. Po, tamam. Sepse gjysma e kombit, më shumë se gjysma e kombit, dhe jo, nuk po flas për 13 milion që janë në Turqi, po flas për ata që kanë ikë nga 10 gjerë sot, më shumë se gjysma e kombit janë jashtë. Ndaj dhe ne, duke njohur këtë situatë krejtësisht të papranueshme, do bëjmë gjithçka që Partia Demokratike tjetë një parti siç u krijue e mbar kombit shqiptar kudo që ndodhet. Kudo që ndodhet. Dhe është në proces diskutimi, por ju siguroj se ke shumë të drejtë me dhe atë që ngritet ju, atë mund ta ngren shqiptar në shumicën e qyteteve të Gjermanisë, qyteteve të Greqisë, të Italisë dhe me radhë. Por ne do bëjmë gjithçka dhe kemi jetike që të jemi një parti e vërtet kombëtare. E tillë do të jemi dhe jemi të tillë. Lidhur me hidrocentralin e Kaçinarit, solidariteti i Partisë Demokratike është i plot dhe i palkundur me fshatarët e asaj zone. Konventat ndërkombëtare dhe ligjet kombëtare nuk lejojnë të shkelen interesat e komuniteteve. Ky informacion që jepni ju e ka marrë dhe nga banor. Kompania është një kompani e Ballukut, e familjes Balluku. Dhe unë i përgëzoj mirëditorët për qëndresën e tyre. Nuk mund të merret ujë. Uji është jeta. Uji është jeta. Pa ujë nuk jetohet aty. Ndaj dhe njeriu ngulimet e para i ka bërë pranë lumeve, pranë burimeve të ujit. Ne qëndrojmë plotësisht prapa tyre. Të siguroj se Partia Demokratike do të jetë një parti e hapur. Plotësisht. Ju cituat këtu tre oficerë në Mirdit. Dhe unë e besoj plotësisht atë. Prit. Po ky Proda, Ilian Proda që iku, ju them unë ju që Elvis Doçi ka qenë burr 3 herë më i mirë sa ju. Po,
Sa ai nuk ishte komisar, ky komisar ushtari ti. Ky ishte ushtari ti, ushtari Suel Çelës, ushtari gjitha bandave, drejtori i përgjithshëm i policisë, i cili u shkarkua se nuk mbrojti vilën e Enver Hoxhës. E kuptoni ju? Edi Rama. Pra, nuk është vetëm tren Mirdit, por janë problemi madh është kjo shumë i madh. Mbi qytetar shqiptar rëndon në mënyrë të tmerrshme një administratë e përzier me mafjen që i shtyp nga mëngjesi darkë. Dhe kjo ka një zgjidhje. Zgjidhja është largimi i tyre nga pushteti dhe përballja me ligjin. Një agjenci kombëtare për të gjetur të gjitha pronat e krimit tyre nga Edi Rama e poshtë dhe rikthimi i tyre në të mira për qytetarët që u kanë vjedhur. Do e bëjmë ne këtë.